Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni i Venecias i vlerësoi si abstrakte pyetjet e gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut mbi ligjin për përdorimin e gjuhëve. Në të thuhet se sipas standardeve, shtetet duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar të drejtat gjyqësore të minoriteteve në sistemin gjyqësor dhe të sigurojnë mbrojtje për gjykim të drejtë duke përfshirë dhe fazat hetimore dhe paragjyqësore konkretisht në kontekstin e procedurave penale. Në të thuhet se detyrimet që lidhen me procedurat penale që synojnë garantimin e të drejtës për një gjykim të drejtë për të akuzuarin përbëjnë thelbin e rregullores mbi përdorimin e gjuhëve të minoriteteve gjyqësore. Megjithatë, këto janë standarde minimale dhe asgjë nuk e pengon shtetin të garantojë të drejta më të gjëra gjyqësore në procedurat gjyqësore me kurth që të mos pengojë administrimin e duhur të drejtësisë. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Arben Taravari, thotë se fatin e popullit e shohin më seriozisht se emrat të përvetshëm. Përmes rrjeteve sociale ai komentoi se nuk janë taksi që mund të përdorin për transport dhe as varg shpëtimi. Ne jemi Aleanca për Shqiptarët që punon vetëm në interes të njerëzve, thotë në reagim Arben Taravari një ditë para takimit me kryeministin e Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Shefi i Maqedonisë së Veriut do të presë përgjigje të qartë nga kreu Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në pyetjen nëse ai po bashkëpunon me BDI-n. A është e vërtetë që ekziston një marrëveshje midis partisë së zotit Arben Taravari dhe Bashkimit Demokratik për Integrim që në të paktën 5 ose 6 komuna ku ai do të nominojë kandidat, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të nominojë kandidatët e vet për kryetar komune, do t'i mbështesë ata në heshtje. Kjo është e papranueshme për mua si kryeministër, tha Histria Mickovski. Nga ana tjetër, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe vlerësoi se vendin e pret një periudhë shumë dinamike. Ai tha se nuk është takuar me Taravarin, por nuk u përgjigj nëse ka mundësi që socialdemokratët të bashkëpunojnë me të për zgjedhjet lokale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Nga 5 maj 2025 qytetarët e Kosovës nuk kanë më nevojë për vizë për të hyrë në Izrael për qëllime turistike për sa kohë që kanë një pasaportë të vlefshme të Kosovës dhe aplikojnë paraprakisht përmes ETA-s. Kjo është rezultati i marrëveshjes për heqjen e vizave të nënshkruar midis dy vendeve më 18 qershor 2024, e cila u ratifikua më 5 shkurt 2025 dhe hyri në fuqi më 5 maj 2025. Megjithatë, duke filluar nga 1 janari 2025, të gjithë udhëtarët nga vendet e përjashtuara nga vizat përfshirë Kosovën duhet të marrin një autorizim elektronik udhëtimi përpara se të hyjnë në Izrael. Ky autorizim është i vlefshëm për qëndrime deri në 90 ditë dhe ka një kosto rreth 7 euro. Partia Demokratike paraqiti sërish një ankesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me problematikat mbi votuesit në Greqi. PD në ankesën e saj thotë se ndosa autoritetet garantuan publikisht se zarfet zgjedhore do dorëzoheshin zgjedhësve në adresën e tyre me njoftimin e bërë nga KQZ pak ditë më parë, që të paraqiten vetë në pikat e kompanisë postare DL është krijuar konfuzion, si dhe janë ngritur shqetësime serioze për transparencën, standardin dhe lishmërinë e procesit. Sipas Partisë Demokratike, zarfet jo vetëm që nuk u dorëzohen në dorë qytetarëve, por shpeshherë po përvetësohen në mënyrë të organizuar nga individë të caktuar që mund të paraqiten pranë pikave postare. Sipas opozitës shqiptare, kjo mënyrë dorëzimi jo vetëm që rrit vështirësitë praktike për miravotues, por krijon dhe hapësirë për ndërhyrje parregullsi dhe potencialisht manipulime procesi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.